Merr fund kriza në Kosovë. Ndryshe nga sa ndodhi në zgjedhjet e kaluara, këtëherë konstituimi i parlamentit dhe miratimi i qeverisë së re ka ndodhur brenda pak orësh. Mbrëmjen e dieshme u bë betimi i deputetëve dhe u zgjodh kryetaria e kuvendit bashkë me nënkretarët. Vetëvendosja bashkë me Partitë Serbe siguruan 66 vota në kuvend dhe kjo bëri që të mos kishte asnjë pengesë. Pas seancës së parë, presidenti Vjosa Osmani mandatoi Albin Kurtin për kryeministër, i cili më pas ju drejtua kuvendit. Për kryetare të këtij të fundit, vetëvendosja zgjodhi Albulena Axhiun, kandidaturë e cila u miratua. Kurti nisi fjalën e tij në kuvend me procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Ai tha se propozimi i zyrës prokurorit të specializuar për dënim të shkrerëve të UÇK-s me nga 45 vjet burgim bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të UÇK-s. Ai shtoi se seanca për formimin e qeverisë dhe ajo konstituive e kuvendit janë mbajtur në orët e vona pikërisht për shkak të procesit gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag, Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Më pas u bë prezantimi i qeverisë së re me 19 ministra. Pas fjalës së mbajtur nga liderët e partive të tjera u hodh në votim qeveria dhe me 66 vota pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim u bë miratimi i kabinetit. Më pas u bë edhe betimi i ministrave. Pra tashmë Kosova nuk ka më krizë politike dhe qeveria e re nis funksionimin normal. Numri 2 i qeverisë është Glau Konjufsa, si zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka.